Një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu zonën pranë magazinave të Bashkisë Lezhë përgjatë aksit rrugor Lezhë-Milot, pranë kryqëzimit të Rilës. Flakët u shfaqën në orët të para të mëngjesit të së dielës dhe përfshin një hapësirë të gjerë mbetje inertesh, duke shkaktuar një re të dy ndërhymi që u përhap në zonat e banuara dhe rrugën nacionale. Pas sinjalizimit nga banorët në terren, bëritën forcat zjarfikse, të cilat punuan për disa orë për vënien nën kontroll të situatës dhe shuarjen e flakëve që rrezikuan te magazinën përreth. Kjo është e disa të herë që mbetja që hidhe në këtë landfill të administruar nga Bashkia Lezhë ju vihet flaka duke krijuar shqetësim mjaft të madh për zonën përreth. Ndërkohë, për situatën e krijuar, ka reaguar përmes një statusi në rrjetin social Facebook edhe deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, Gjin Gjoni. Prej orëve të para të mëngjesit të kësaj të diele, Lezhë është mbuluar nga shtresa të dëndura tymi, për shkak të djegjes së mbeturinave pranë magazinave të Bashkisë në kryqëzimin e Rilës. Kjo nuk është hera e parë që diçka e tillë ndodh. Zona është kthyer në një landfill të pakontrolluar ku mbetjet grumbullohen dhe më pas digjen në mënyrë të përsëritur. Një akt i paligjshëm dhe i dëmshëm që po helmon mjedisin banorët dhe po largon turistët. I bëj thirrje Bashkisë Lezhë të ndalojë menjëherë këtë ndotje, të marrë përgjegjësitë që i takon dhe të pastrojë territorin që ka kthyer në djerrin mbetjesh. Lezhë meriton ajër të pastër, një mjedis të shëndetshëm dhe turizëm të zhvilluar, jo pamje që e turpërojnë zonën dhe i largojnë vizitorët, shkruan Gjoni.